Mi mbrëma Ramadan Eka, mirë se erdhi nderuar. Mirë mbrëma e mirë se ju gjitha për streti herë. Mirë se erdhe, mikrofoni hapur për ty nderuar gjithmonë. Për ty edhe për Ka gjithë. për bukë që 3 herë sa të gjoj, më nëna, apet mikdi, ka sën pa të gjoj, ka laj, për kësiona të gjitha. E më shpresa. Paj, kur isha i vogël, ai baba emra me të lija nërë mi pa blen një por trener ka. Edhe u gëzova unë, mbleti trener ka treja, se jam su shkrejti fukara, me shkojsta, kom shkue me gëzim në shkolla, gjene, po trener ka sa pa të ndalë në furë, edhe kur hina në klasë atë, nëse mo. Erdi kur e mësusi mirë dita, u që të më konë ketë mirë dita, kur jam qune në konë, kër po më qirë mu, e ku po më banë. Pa ti, tha Gullëgus, tha, shka ke orë me done në shkollë. Unë tha shëprësër nuk janë done. Sa do se di kishka në trener, ka, të më në kishi me done. Tha pa shka ke orë me done në shkollë. Tha shi jam thash me done. O, janë nisa me kesh, kur ma ka bo, tha, o ti Gullëgus, tha shka po kesh si lop moshkull, si muzat. Ai ndash më theke muzat, ndash lop moshkull, muzat jo. Ai nuk theke je muzat, po theke shapo më kesh si lop moshkull. Ramadan, po flasim pak për temën sonde. Flasim edhe pse ja. Sa janë prindit të kujdesën ndaj fëmijëve? Me fjalë të vërtet ke humor, kong dhe të gjitha, po edhe nga tema flasim pak. Po këshire se dhe më thonën, prindrit kujdesën gjithmonë më tepër. Se fëmit. Mirë po, fëmit shka japin për prindrit, kalëzë muë, se prindri e ke po natë ditë në borë, në shi, ku do shkon, punon, për mja plësu gjitha dëshirat, se prindi në qësi nuk ja plësën fëmijës vetë dëshirat, një dëshirë që e ka, a i nashti nuk i ka mundësit, po ku të bje me flet nuk e merë gjumi të menue pse sën pja plësoj fëmijës tem dëshirën. Këne fëmijës sën i thët që për shemëll, valla, sën të bajtë që ta se s'kam, se i vjen keq mi a thy zemrë, po gjithmonë prindi shkon të gënje fëmijën, hajtë se ta ble nesër. Këtë vjen nesër, thot hajtë se mas nesër, hajtë se asi, dhe më thonë gjithmonë prindi kallët, mundot mi a plësu dëshirat krejt që ka, po më barët se ka mundësit, se ka kushtet. Shumë e vërteta. Se asë njëherë prindi për shemëll nuk ka qef me pa tjetër kanë, ma nalë se vetëm, për shemëll përveç se e vladit vetë. Të kur theke babem ramet lija, theke me më thonë se babem i ka pas 5 vlazën, edhe theke me më thonë sa qypi është maj zoti, apo Osmani, apo Sinani, tha më vike i nati. Po me më thonë dikush ta që Ramadan një maj zoti, tha une i hapsha krata o desha me fletoru shqyqyr që idealin e pas në matë zoti se vetën. Edhe me thonë prindrit gjithmonë kanë qef e vladin e vetë, fëmijën e vetë, ta shofin ma tafë se vetë vetën. Shumë e E vërteta. për ata prindrit japin shumë për fëmijët, po tani më varët fëmija, sa na jep nejve, sa na këqyr, sa na respekton, sa na nderojnë, mirë po, ke që shket, do me thonën, prap fëmija o fëmij, edhe, do me thonë, na do të më pajtuën, na dhaf, mirë, se ai me bom me të përmë fëmija të mira, do me thonën, me mësu mire, mu sjell mire, me një dikam të thonën, usa i mirë djali Ramadanit, unë e kënosh në shkrina, po me një dikanën të thonën të kufar gjalli që ai Ramadanit se kishe dukua se, unë s'kam shkajbaj se kam fëmi, po me mujtë në tokë hi. Inshallah Ramadan si thënë, thëshin këto njëherë nuk na humuni edhe na gjindem për plesni se mia gjoja ma e shtrajnë të botë. Po qëre ton jetën njeri punon për që të thmi, se për veti, unë e kom thonë, se për shemëll kemi mësuna me vujtje, me skame, me halle, me derte, mirë po, thmit e tonë që i kanë leja që tonë, këto si janë su, këto me bo mi pas vujtje që i kom pasone, ki për në kia dhe merë konopin e virë vetën, se su mësu mirë më konë, se kërë që janë kushtet kjo. Jo, tash ka koha moderne për fëmijën e sotit, tash nuk janë si na që jemi rrit për shembull me skamje, tash ka moderne, tash po i lypin gjanat që shohin e që dinë, dini përdore, dinë tana dinë fëmija janë zhvilluar sot. Po s'kimore, po ti përpara kur dollën telefonat në fillim, edhe që ta he, a një kusheri e imi kish mi darsëm edhe, edhe e kish pas nuk zusht një kin vesh, tërtë, nëse dish me vlash ato, ajo s'il kena për o borre folke, për dikura na uqëtëm krejt ato në tek shirën, i ki pa lyt për mejnë, na i shkom të full telefon, nëse dish me që të full telefon. Na di të shkam. Shka ka thesh me ki që po silët e po full, su nal ke të full, vëlla, na thesh me ki pa lyt për mejnë, pa shlajfit keti, thujmë të na. E më shpresa atë këto që e kum pas bon një humor, kur kum pas bon nuk të gratë sejfte, kur dole me
punue, u pa ta pas martue. Edhe ai çdo kush kur martohet ka qef me nejt nga të gruas, mirë po në shkreti sëmra me nejt me gruan, veç një mujtë të omik me la borxhet. O shkovan ti të gradi mërzitshëm. Kur shkova gjë, punova një djavë dit, mas djavë ditë e bona pak pare, e do lëm telefon me full me shpijës, po s'kisha telefon shpijë, kisha në këshi. Nëse ma dole atin edhe, u të shki me prit në kabinë. Edhe po pritmi në kabinë, erdhe në rejnë, kur më erdhe rejnë muë, unë e pa pas kur telefon dorë, sejf të qatë dit me kap telefonin, edhe kur kom hi në kabinë atin e të piskat, a i këshi në zërrezuna, kur kom piskat, a i shdasht me full ka dale, po unë të kujtu se unë larë ka shanin kipit të gradit e sninjet, kur ja kom nisën në kabinë aty, halo, a i një mirë, a i një shnash të rahat, ato në kretë. Këtë kishin dalë pi kabina të këshirë, ka kjo a u lojta e lanë men, ta shka u bojnë. Dikura pula me nanën, vaj non, a i e mirë, a i e shnash. E mirë, thashe, kur dikura tha, që o gruan pak me full me gruan, kur i ka këmbo, ka gruna, në ma gruan, këtë kanë dalë pi kabina të këshirë, ja bashin shka koba i ka dek, pas ka tranon një si travata. Këti kom pasit për jashtë, se atë ishin kanë pas mësu me fol ka dale, po në sefte, se kom dit katonarë, edhe peskat që atë në të kujtu që do të me peskat shumë, se ka që një ke largës njët. Që ato të lallat që kanë dalë të njën kodrë, di, se kanë dit sa telefon. Kom dit la, unë jam su që banë gjë pak si u largë ke një 200-300 metre, su një do shke me peskat. O të kujtu se kur që banë, e o të peskat, atë kishin dalë ketat të net çornagarta ato të mqirë, ja bajshin aty në shka kabe kjo, a në smunta, a një mo kur ma kanë dhënë gruan, që gruan tha fol, më shumë komt aty në kabin, kur ja kam, gruan, për asë më ka marrë male, i gruan me, ato thanë, i ka dek dikush, a shka koa, dikurat ma e krita ma abetit, kur po ma bojnë së dasht me piskat, thash, qishmër së dasht, apo ninjët, thash, jo, vallaj, thash, u kum kujtu që do të me piskat, se largo ka shanike, thash, pa piskat anë. E shka s'kum pas bon me ti në shpresë. Kërkoj falje se nga ke bon me qeshë dhe kështu që... Shumë për me ke do humor shumë interesante dhe gjithmonë me humor me këngë tua inteligenci, thënë. Faleminderit. Kur e kon e vogël te në shkolla ke lujt nota thita. Sot Ramadan pra që pra neve gjithmonë dhe... A shpresa? Ha? Tham kur e kon e vogël në shkolla i ka shtim sosi me lujt nota dita. Po, marrë nota dita na, po kena lujt. Edhe unë kur jam kon e vogël, si vasër nona ma dhonë këtë dëbëk, jam e gjath, jam e gjiz, jam e voe, edhe një dit ma kish dhonën me gjiz. Shkova në shkollë, të lujt me shok, kum harrua, di me hongër bukën. Kur nërën e 4, kish me edukat fizike. Më nëse ma ardhë mësosi mirë, dita u qëtëm ka më hunqëm. Dikur e shkrujt i orën, që taj me lujtën edukat fizike, bashmi, nota, tërt kryet e pur, dita, me që përpirë. Edhe na e një 4-5 herë, nota, dita, kur mu kam teka, i tha, nota, kuku, thash, ka bon nota nëse kom hogër bukën. Aj, nota, unë krëk nër bank, ta kom qelë qantën ka dalë se mi, gzzz, edhe tja kom njës të hogër bukë nër aty në tavolinë edhe, po shpejt të ngotë se po vjen sosi për mëzën. Edhe mësosi dita, kur janë qukit, sosat, po një po mungën se unë e kom i nër bank. Edhe kur ja ka njës tani nota, dita tjerë karte unë. Kër karte unë e ka thënë nota, kitë kanë rate pur. Tani veç e ka shti dorë nër bank, unë ka për flok. Dita, edhe unë ka ngrejnë zhak. Shka me më po, më të në shprejsa. Diri të vesht isha kanë pas mush me gjizë të ngot me hongër, këtë gjizë isha kanë pas bon. Në diktotën që jam të hongër boktin, za këtë gjizë, kërë që ata një mënë gjithë e nejmë në gjizë, a ku dalë që në bërë më beshin, oj gjizë, peka. Po se fëmija që ka s'me ndanë, dhe që s'me ndanë, se hajde ndikon frika, ndikon s'kena ditë me Ramadan, shto që gjithmonë në rumë Ramadan pra neve, pra në di marë. Respekt pra neve Ramadan si gjithmonë. Nderit Mas fare ju kërkoj njerë falje se në shtie dhe pak e kum të pru 3-4 herë të thirë, po që ka me bon? Jam që si njerim ziglëm, dishka mës me thirë, se në rrijera. Ja, mikrofoni gjithmoni hapër për ty dhe për të gjithë që jeni këto. Ju kërkoj falje o dhe gjozë se në shti pak e të pru të thirë, po kështu në që
gjithmonë unë kur kam pak hajgare, pak ndaj poezi, pak ndaj komik, kështu që gjithmonë arktim, për çata I thujnë edhe I arktim. ke edhe do mesazhe këto Iqbal Brava Krivanjeva thot respekt I nderuar humorist Ramadan Reka dëke të lumt. Linda de Marku të lumt Ramadan Reka je për krye respekt ka duar trokit me flamur. Dhe kështu si përshëndesin edhe këto me shkrimet e veta këto dhe nga unë I përshëndet gjithmonë si shpresa thonë me stafin e radio. Megjithëse je pjesë e stafit dhe ti dhe respekt. Shumë faleminderit edhe unë I përshëndes gjithë dëgjuesit e mrekullueshëm sepse këta janë ata që neve na shtin me bo humora, me kënue, me asaj se mos më kanë dëgjues për ka kemi kënu. Atëre veç I kënon vetës. Po kur I kemi dëgjues, kemi dëgjues, kemi qef pak edhe ato mi disponue mirë këtu, po edhe ato na disponojnë me shkrimet e veta, po ka një që shkruajnë poezia, se mund mu lajmëru edhe ato me tregu ndaj poezia, ndaj konga, ndaj diçka. Edhe Milja ka shkruajtër shumë respekt të lumt nderim Ramadan Reka, me fjalë të lumt nderim e ke gjithmonë Ramadan Reka. Kështu që ti japin mesazhet faleminderit, edhe unë përshëndes motrën tonë Mila edhe I dëshiroj dëgjim të këndshëm pranë radio yje, sepse gjithmonë ju kom thonë o tham, ku do që t'jeni, ku do që të shkoni prej valve të radio yje, kur mos u largoni sepse qetësimin, arktimin, disponimin vetëm këto e gjoni edhe ata në mënyrë profesionale, sepse për humora, për këngë, për unë jam profesionalist, ndërsa për tema e për debate e kemi edhe doktor shkencën, do me thonë të madhin Gonin Shabanin. Kjo doktor për këtë punë. Na jena çështë për Unë për humora, për poezie, për këtë diçish I ka vërdisi, së kër ato femrat kur marrojnë tentejnë do lullet që I qeqin do tranafila, unë që ashtu I stilizoj ka pa. Pram neve, Ramadan. Nëse na prem të koha, mund është më fut prap me ne ka më poezi. Kismet, me mund zotit, kismet, se unë jam këtu në stav, deri kur jetë pram neve, gjithmonë. Po unë gjithmonë po priti mos po thirr në dëgjuesa si kur peshët që s'po ka dëgjuesa diçka tani unë po hi paksa me nxit situatën se unë jam sikur po presi vallaj në numrin e telefonit që është gjithmonë I hapur këto. Për dëgjuesit dhe për të gjithë janë këtu me neve. Po tash tipin numrin e Viberit kur thotë kom një shumë herë pa parë pa leka plus 4591689525 dhe të bëjmë një muhabet, një përshëndetje, të zhvillojmë pak temën. Kështu si respekt Ramadan Reka. Faleminderit e natën e mirë unë herë. Natën e mirë, që ndra këtu pranë neve. Dashur dëgjues ishim me Ramadan Reka në telefon dhe kështu që vazhdojmë me këngën